Të gjitha shkollat që ndodhen në jurisdiksionin e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Korçë janë duke kryer mbjelljen e fidanëve të pemëve të ndryshme në hapësirat përreth shkollave. Kjo është një nismë e ndërmarrë në kuadër të vitit të pyjeve për të siguruar një mjedis të gjelbër dhe për të edukuar respektin për natyrën dhe mjedisin ku jetojmë. Ne shpeshherë sensibilizojmë të gjithë, jo vetëm shkollën, nxënësit e shkollës, por edhe komunitetin përreth, pikërisht për mbajtjen pastër të mjedisit. Dhe mbyllja e një peme është një nga mënyrat më të duhura dhe më të mira për ruajtjen e mjedisit. Një pemë do të thotë një jetë më shëndetshme, mbyllja e një peme do të thotë një oksigjen më i pastër. Fidanët të cilat janë duke u mbjellë në të gjitha shkollat e Bashkisë Maliq janë siguruar nga Drejtoria Pyjore e kësaj bashkie. Një aktivitet i tillë i ndihmon nxënësit të kryejnë në praktik mësimet e orëve të biologjisë apo qytetarisë. Ne si nxënës jemi aktivizuar për të mbjellë pemë, sepse pemët ndihmojnë për pastrimin e mjedisit e bëjnë këtë vend më mirëpritës, dhe gjithashtu është një zhvillim i gjërave që mësojmë në në lëndën e qytetarisë dhe biologjisë. Iniciativa e ndërmarrë për vitin e pyjeve është duke u kryer këto ditë edhe në shkolla të tjera të qarkut të Korçës.